lahut shqiptare, me vargë malet moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjeto bashe muji. Ma vonë kërë bo prezident, e pavë gjitha trazirat që ndodhen në Jugoslavinë atëhershme, edhe ai vetë e kuptoi dhe me një telefonat më tha se ki pas shumë drejt dhe do ta kemi një kyçe krejt tre ndaj kësaj, po gjithë, si më thonë, gjithë krediti për shtetbërje i takon ligës qytetare shqiptare. Diogardin ai ka hapur rrugët e para më shku në shtëpitë bardhë, në kongres, në senat, se po mos ishte Diogardin, shumica prej nesh, ose asnjëri prej nesh s'kishte me mujt me mrri aq larg, po edhe vullneti i madh i shqiptarëve, për shembull edhe në Detroit ju e keni bardhën, ai ka bën një punë kolosale për pavarësinë e Kosovës edhe për demokratizimin e Shqipërisë. Shqiptarët kanë qenë tepër të afërt njëri me tjetrin dhe kanë pas një politikë drejt. Politika kryesore rreth këtyre temave të pavarësisë Kosovës dhe demokratizimit të Shqipërisë janë sjell sidomos në trekanëshin New York, New Jersey, Connecticut, po i ke pas edhe këta anësorë, sikurse në Detroit e keni pas, thash edhe më herët, edhe në Houston kom qenë unë, edhe në Kaliforni kanë qenë disa tjerë, po na që kemi qenë ma jashtë, kemi punu, ose puna jonë ka shku ma e pandishme, sepse nuk ishim në valën ku mujmë për mu eksponu tonë kohën. Me një rast, që është shumë interesant, unë e pata pru një material nga Kosova, i cili e inkriminon të Jugoslavinë dhe Serbinë në një mënyrë shumë brutale ndaj shqiptarëve, Kosovë. Dhe për këtë material, kërë kemi pa me disa miqë të State Departmentit, ata thanë shumë mirë, pas materiali shkëlqyshëm, ne na hinë shumë punë, probleme kemi Shqipninë. Ky ka qenë viti 1987. 87? 87. Tash po pse Shqipninë? Tash unë jam marrë me të thonë se njerë thash kanë arreti, po më thu duhet më shku më marrë me nonën, sa ajo është problemi. Tash si mundet me... Tha po të tregojmë, na po deshte me pas një Kosovë, duhet me pas një Shqipni demokratike. Dhe po deshtet me pas një ndihmë të Kosovës, na duhet me ndryshu sistemin në Shqipni. Dhe me të thonë drejtën, sikur se gjithë shqiptarët në tonë kemi qenë Shqipnia komuniste, jo komuniste, e kemi dhe Shqipnin. Edhe nga ana tjetër, na qka mëndojshim se Shqipnia është një kopsht me lullë, na që është edhe në verista komunista, qka dush, po nuk e besoj se ka qenë dikush që e ka desh për idealizm komunist Shqipnin. Po na qka kemi qenë jashtë e kemi desh sepse ka qenë trungu i shqiptarëve, nëna Shqipnimo. Dhe mas një kohë e vendosa me shku në Shqipni dhe më marrë me aktivitete ku mujmë për me ndryshu sistemin. Dërtë partë kanë qenë, ndoshta mësë me thonë ma i pari, po ka pas edhe shqiptar tjerë, dhe atje jam stabilizu, kemi fillu fushë. Cilin vit ke shkuar? Unë në Shqipni kom shku dhe në 68-ën, kom shku, po në 68-ën kom qenë ma izolume ashtu, s'kom najt gjatë, një 2 muja, dishka jem këthy, me kërkesë, na kanë këthy. Ke qenë Kosovë apo në Shqipëri? Kosovë kom qenë, në 68-ën. Mas ne kom shkue në Shqipëni edhe në 89-ën, edhe në 90-ën, edhe kështu më radhë, sepse vetën pa të në fillu me leju me ardhë si në turizm kështu. Dhe gjatë këtyne takimeve që vishim në vitet 80-90, pa të mundësi me njoftë edhe shumë njerë që tash janë edhe shtyllet e politikës shqiptare. Dhe pej vitit 90-94 kom qëndru në Shqipni ma gjatë. Kom pas një biznis atje në Shqipni. Që biznisi? Biznisi në fakt ka qenë Disco Club Albania. Në Tiranë? Në Tiranë, po. Ka qenë Disco Club i parë. I kom pas 2 djemë të mrekullueshëm
për i deçanit që e udhëheshin atë, ndërsa nga Shqipnia partneri përfaqësues i shtetit shqiptar ka qenë Sokol Koqiu dhe Vojo Dervishi, sepse pishinat dhe krejt këto që ishin në ambrellën e Ministrisë Rinisë Sportit, ish partneri jonë. Dhe komponu me ministrat ndryshëm të ati De Gasteri. Për sa vite ke punuar aty? 91, 93, kush ishte ka qenë si Dimitra Anagnosi ka qenë njeni për ministrave të Rinisë Kulturës e Sportit. Drejtorisë Rinisë në fillim fare ka qenë Blendi Fevziu. Drejtorisë Rinisë kishte pothuajse të njëjtin nivel sikurse ministër. Po mas në jënë bodhe ndryshimit dhe Blendi u tërgu ma i shkatë la anën politike dhe shkojnë në gazetari ku tash edhe po shkëlqen në atë lamin e vetë. Dhe kështu me radhë, në 94 e kemi pas një debat me ministrin atëhershëm të Shqipnisë, për cilën nuk kemi pajtu dhe unë jem largu të mos u përzi ma në zhvillimin. Po, sa për Dioni, boksin e parë në Shqipni mas 35 vjetë e kom sjellunë. Si munde? Po shqyqa, në kohët e në verit ishkon një ndalum boksi. Unë se kom ditë, edhe më thojnë se është ndalum. Atër, unë thash, pëse së përvojmë në një klub boksit në Tiranë dhe quim klubi, Disco Club Albania, klubi Albania. Mas edhe dulem në rrugë dhe i pam, kush mundet, si në Amerikamenja, si mundet më rre dhe i murem disa të ri edhe i ushtrojshim. E mora edhe njerës nga Shqipnia që nifshin boksin shumë ma mirë se une. Ata ushtrojshin. Po tash u duke me gjetë edhe një klub tjetër që mu i kemi kundërvu këti klubi, e gjetëm klubin Shkodra, kështu ta quajmë, edhe u formu edhe klubi Shkodra, dhe mas erë një periudhë, një kohë, kur tash u dushin këto dyja mundesh, në stadiumin Toran Rusi, më zgabofsha u qujke, ishë ndeshja parë e këti lloj sporti. Një natë përpara unë fola në TVSH se sa të mirë janë bokserët klubit Albania, ne do të fitojmë, imi kështu janë këtë mirë, edhe disa i përmenda dhe me emrin, tash më kujtohet emrin. Edhe këta bokserët e mi pak janë gëzu dhe kanë festu pak shumë, kur janë ardhur në Kneset me bo boks, nuk kanë qenë në formë si duhet, dhe klubi Shkodra fitojke, sepse me një boks shkodranin ardzojke nevet, edhe i fundit, një që e livdova shumë, aje erdzoj këtë bokserin e klub Albanis, po juria që jep ke notat kush po fiton, duke ju ardhë keq për i fjallës jeme se kësha thoni kemi kash mirë dhe sidomos këta që erdzun, ata e bon fitus këta që ishtë në tokë, janë ngritë në dorën për mjetë. Këj bokseri e këcej, a i Shkodrani këcej ata konëp, bi u frigohë se po vjen me mramu, se unë isha afer të në jullën, dhe u sjell në mënyrë shumë burnore, tha ty të falenderojmë zotni për në ke sjell boksin, ndërsa këty në kështu dhe ka kap një karrik, dhe u bon aty do thymi, u bon një farë, dhe të nesit më shtypin Shqipni, nuk la as një fjallë të keqe, pa ma thonë, na ka pru boksin, na ka bo këtë keqe, dhe unë dola në televizor, tharë gjitha shpenzimet i përballojmë dhe do t'i rregullojmë këto po çka ishin. Edhe pe atyre tash boksi vazhdon. E kom formu edhe një atërish në modë në Shqipni, për me pas një muzikë të ndryshme prej asaj popullore që unë e du mas shumëti. Dhe në këto grupet që u formun shumë herët fare, ishte dhe grupi Albatrost, cilët unë janë ndryshova emnin dhe jabona Thunderway. Edhe me këtë Elton Dedin e kom pas këngëtar, Gjergj, ja harrova mbi emrin e tij Gjergjit, dhe ai ka qenë një farë këngëtar i mirë, po krejt këta këngëtarët kanë kaluar për këtë Thunderway, dhe një ndër albumet e para që janë regjistruar jashtë është një album që e kom bo për grupin Thunderway, Qepa që tash punon në Top Channel, Landi është bateristi, kanë qenë një quni Kujtim Laros, Alban Laro, Mitat Laro, këta muzikantët e parë, dhe gjithë ishin me flokë gjata.
Edhe unë i marrshim, delshim qytet me ta, dhe shqiptarët na shishin, të ishin, këta shesin drogë për këto, se këta si ishin mësu me i pa kështu me flok gjata në vitin 91-92 fjala. Tash, ma në fund kë grup edhe filloj të i marrë kom, t'ju kumë sjell instrumentet e tyne të para, dhe pe ati grupi të një fillun një bon grupet e veta, ma nuk je marrë me muzikë, se për mu ishte rëndësishme veç fillimi me janis këtë sistemin e. Dhe i kemi, kjo nështë edhe ma shumë ju interesën edhe shqiptarëve që kanë arë mas demokratizimit shqiptarë. Mas ne kemi bo 12 vallëzime pa një të shtunë, spektaklin e parë. Po 12 vallëzime me Vera Garbocken dhe Adi Krastën. Edhe ka qenë një ndër spektaklet ma të rëndësishme. Ju e keni organizuar atë? Ne kemi sponsorizuar dhe organizuar. Vera është ajo që e bëjke, u bëjke në mërëna ambienteve të disko klubit, dhe na, firma jonë, ishte ajo që e organizonte. Agronaliu ka qenë kryetari juris, koreografi, kanë marrë pjesë njërë baletit, goca, djem, ato. Arsyeja që ja la me emnin 12 vallëzime pa një të shtune, ishin 12 javë, për java fundit, shtunja fundit, ishte java finale dhe u dajshin ato, kush po fiton fitoria pare, 2 e 3. Ka qenë i sukseshëm shumë, Vera ka bo një punë shkëlqyshme, po edhe Adi Krasta gjithashtu ka bo një punë shkëlqyshme. Mas ne kemi organizu edhe një mramje vënuar spektaklis, dhja nefni a keni ndëgju për këte. Kjo është një spektakl që është majtë në fund të javës kosovare, të kulturës kosovare shqiptare në Shqipni, dhe në fund, si përfundim i javës, e kemi majtë që të spektaklin, i cili i ka përfshit gjithë artistët dhe artistët të lamive të ndryshme, pe krejt bote, edhe pe Amerike, edhe prej shteteve në Evropë, pe Kosovë, me piktor, me lamit ndryshme, edhe këj ka qenë një ndër spektaklet tepër të mëdha dhe tepër të mirë që edhe sot e kësaj dite folet për të. Mundë më gjetë me siguri në TV Shejen, unë i kam disa inserte edhe me hi edhe në YouTube, në ashtë e janë disa inserte, edhe për këtë aty. Për herë të parë e kom taku gitaristin Ehat Musa. Unë e mendova se ja kanë gabu emrin, thash nuk e ki Ehat, për Nehat, jo tha Ehat. Një gitarist i shkëlqyshëm, pëlqej shumë. Nga Shqipnia i kemi pas, mas në Shqipnia gjithmonë ka pas këngëtar të mirë, edhe erdhe Shkodran, është ky në Shkodran, Aleksandr Gjokaj, erdhe tha, dhe unë e du me kënu. Po ju nëjke sa i ke shpi pak, ati thash, likësha, ku do me kënu, thash ti të kje pak në ndikim. Po në ndikim, tha unë e kënoj mas miri. Edhe me të vërtet, ashtu isha i kënoj shumë bukur. Edhe, do me thonë, këto ishin e krejt në shërbim të ndryshimit nga sistemi monist në një sistem demokratik. Dhe në përmes këti procesi, kom njofë gjithë këta politikën, atër ishin 3 të Shqipnisë, kemi qenë pak më të afërt, edhe sot, ashtu në ndi vetën me PD-n, për arsye se PD-ja ishte edhe ndryshimi atëherë, besojmë se do të jetë ndryshim edhe në tashmen, po edhe kryetari PSS Edi Rama ka qenë militanti PD-s. Bilaj ka bo ma shumë zhurëm për PD atëherë se sa bën për PS tash, se i ka tjerë që bojnë. Dhe Shqipnia për mua e ka mush një zbrastin që unë e kom lind ndaj vendlindjes, e kom gjetë në Shqipni dhe kom punu shumë afër në Shqipni.